Përshëndetje të gjithëve. Sot ndodhemi në Kalan e Tiranës dhe do të vizitojmë dyqanin më të ri të Italoptik, që është qelur pak ditë më parë në zonën më atraktive dhe më turistike të kryeqytetit. Brenda na pret Romina Lula, e cila është edhe drejtuesja e Italoptik dhe përveç guidës drejtësive të fundit që sjell kjo pikë e Italoptik, do të na prezantojë me tendencat e reja më të fundit të syzeve të diellit dhe ato optike. E janë. Romina, suksese për pikën më të re të Italoptik. Pika e disat është kjo? Faleminderit Afina, kjo është pika jone e tretë dhe është pozicionuar pikërisht më në qendër, më në zemër të Tiranës, në një nga pikat më historike te Kalaja e Tiranës. Donim që pika jonë tjetër të ishte në një zonë turistike, në një zonë me të vërtetë injë të Tiranës dhe ishte pikërisht Kalaja e Tiranës. Kohët e fundit është vënë pak në diskutim kjo çështja e besueshmërisë se ku duhet i blejmë syze, duke qenë se po qarkullojnë shumë faqe që nuk tregton produktin ose cilësinë që reklamohet, mbase ndodh kjo edhe në dyqanet e Tiranës, që nuk është vërtet cilësia që shitet, produktet fake. Me thënë të drejtën, produktet fake u bë shumë vite që janë një problem shumë i madh dhe sidomos në sektorin tonë. Unë do të rekomandoja të gjithë ndjekësit e faqes tuaj që në radhë parë do ishte mirë që për sa i përket faqeve online të jenë shumë kujdesshëm në blerjet e tyre, sepse rreth 95% ose 99% e produktit që shitet në faqet online janë pothuajse të gjitha produkte fallca. Problemi me produktet fallca qëndron tek çfarë i shkakton syrit pacientit. Në shumicën e rasteve ato shkaktojnë vetëm errësim. Duke shkaktuar vetëm errësim, atëherë syri pacientit hapet akoma dhe më shumë, pupila hapet akoma dhe më shumë rreze të dëmshme, UVA dhe UVB absorbohen në syrin tonë. Dhe në termin afatgjat, ajo mund të shkaktojë dëmtime të makulës. Është e vërtet, ashtu si thatë edhe ju, që edhe në dyqane në Tiranë mund të gjejmë syze fallca. Duhet jemi shumë të kujdesshëm se ku klientët duhet të blejnë syzet e tyre. Është mirë që t'i blejnë në dyqane optike, jo do thoja për shembull syze të hapura në treg ose syze në ambiente të pa autorizuara dhe të pa licencuara nga shteti. Ne si ta bëjmë dallimin? A mund t'i dallojmë vetë në cilësinë e këtyre syzeve? Është shumë e vështirë për një pacient të dallojë cilësinë e syzeve. Cilësia e syzeve mund të dallohet vetëm nga një profesionist ose persona të autorizuar në fushë, sepse në shumicën e rasteve ka disa elementë të caktuar që ne determinojmë se cila, domethënë diferencimi midis një syze origjinale dhe syzes fallco. Një person i thjesht mund të dallojë vetëm një syze fallco të një cilëtiti shumë të ulët, sepse e ka lentën me të vërtet shumë të dhe e ndjen shumë keq kur e vendos në sy. Unë do t'i rekomandoja gjithë klientët të paktën mos të blejnë absolutisht asnjë syze dhe cila ka një vlerë të ulët. Syze që kushtojnë me vlera, nëse mund ta shpreh, me vlera 20.000 lekë, 40.000 lekë të vjetra, janë syze të një cilëtiti, domethënë që lënë shumë për të dëshiruar dhe nuk kanë asnjë mbrojtje efikase ndaj rrezeve të dëmshme UVA dhe UVB. Dhe duke qenë se jemi në prag të sezonit të verës, besoj se edhe numri i shitjeve duhet jetë në rritje këtë periudhë. Cilat janë tendencat e fundit? Po,
është e vërtet, tani që vjen edhe jemi në muajin prill, në nisjen e pranverës dhe fillon vjen edhe vera, të gjithë njerëzit tentojnë që të blejnë më shumë syze dielli. Syze e parë që duhet blerë nga të gjithë, duhet jetë një syze dielli e zezë. Dhe më pas ne mund të luajmë edhe me tendencat. Tendencat në këtë kohë janë ku edhe skeleti i syzet edhe lentja janë të hapura me ngjyra pastel. Pra ku edhe lentja është e verdhe hapur, portokalli e hapur, roze hapur, e cila mund të mbahet shumë mirë edhe në ambiente të jashtme, por edhe natën në ambiente të brendshme. Janë me të vërtet shumë tendencë me forma pak të çuditshme, pra dhe të guximshme, kur kemi forma të cilat janë shumë ket, pra syri macës është shumë i theksuar, format e rrumbullakta ku kanë thyerje anash në cepa, format pikloti, të cilat pika e lotit është pak më e madhe, pak më zgjeruar dhe me forma më katrore. Dhe mund të themi që vazhdon përsëri tendenca e syzeve të mëdha dhe të vogla dhe më të vogla. Pra, jo diçka të zakonshme, syze që bien me të vërtet në sy. Sa i përket syzeve optike, sa e rëndësishme është pikërisht në këtë periudhë të vendosim edhe një lente me ngjyrë syzeve optike? Ne rekomandojmë të gjithë pacientët tanë të cilët mbajnë syze optike, meqense ne jetojmë në një vend me diell ku kemi rreth 280 diell, mirë është që pacientët në moshën 50 vjeç të kenë të gjithë edhe syze dielli me numër. Pra pacientët të cilët e mbajnë syzen optike gjatë gjithë kohës. Dhe në mënyrë kur ato janë në makinë, duke dhënë makinës për një kohë të gjatë, janë në plazh, në ambiente ku syri tyre rrihet nga dielli, ato duhet ta mbrojnë syrin e tyre me syze dielli me numër. Kurse në rastin e pacientëve mbi moshën 50 vjeç, ne rekomandojmë edhe syze fotokromatike, që do të thotë në ambiente të brendshme vetë kjo lente ka 10% arsim. Kurse kur më pas pacienti del jashtë, sa më shumë syze ekspozohen te rrezeve UV, aq më shumë ajo erësohet dhe merr formën e një syzeje të diellit. Dhe duke qenë se ju jo vetëm ofroni këtë gamë kaq të madhe të syzeve ku besoj se cili klient të gjen preferencat e tij, por ofroni gjithashtu edhe vizitat okulistike. Cilat janë patologjitë që janë shtuar më së shumti vitet e fundit ose ato më problematiket? Duke qenë se ne jetojmë në një epokë digjitale, ku tashmë të gjithë klientët janë në përdorim të telefonit, iPadit, të gjitha mjeteve kompjuterike, syri ynë nuk është ndërtuar në një mënyrë që të jetë kaq shumë i ekspozuar ndaj rrezeve. Dhe automatikisht pothuajse të gjithë personat kanë nevojë për përdorimin e syzeve optike. Dhe kjo është një nga patologjitë më të shpeshta. Duke qenë se vjen edhe shtina e verës, një nga problematika më të mëdha është edhe alergjia e syrit dhe gjithashtu infeksionet të ndryshme të syrit që ne i shikojmë nga deti dhe nga pishinat. A është ulur mosha e këtyre patologjive? Po, është ulur në ekzaminimet normalisht për herë të parë tek pacientët duhet bërë rreth moshës 3 vjeç dhe vjet re edhe në klasën e parë ku është edhe e detyruar nga shteti shqiptar që duhet bërë vizita tek okulisti, ka shumë fëmijë të cilët kanë nevojë për syze, të cilët mbajnë syze për herë të parë. Dhe kjo vjen pikërisht për shkak të digitalizimit masiv në mbar popullarët në gjithë botën. Dhe me rastin e hapjes së pikës më të re të Italoptik, çfarë ofertash keni rezervuar për të gjithë klientët? Dhe faktikisht ne me hapjen e kalas kemi menduar që të gjithë pacientët tanë për një parë periudhë kohe, vizitat okulistike do të jenë dhuratë dhe syzet optike dhe të diellit janë të shpërndarë në grup ofertash të ndryshme, si për shembull 30%, 50% apo dhe 70%. A ndikon forma jonë e fytyrës në përzgjedhjen e syzeve? Si duhet ta zgjedhim një syze që të na shkojë? Është shumë e rëndësishme, në fakt, përzgjedhja e syzeve sipas formës së fytyrës. Një fytyrë ovale është një fytyrë perfekte edhe për ne si profesionist në fushë, sepse i shkon çdo tip syze, katrore, ketë, rrumbullakët. Por në format e fytyrës, për shembull, një fytyrë katrore do të ishte mirë që të përzgjidhte çdo tip syze përveç se një syze katrore, sepse në këtë rast do të evidentohet akoma dhe më shumë ky defekt në fytyrë. Një fytyrë e
rumbullakët, do të ishte mirë që të zgjidhte çdo tip syze përveç se një syze të rumbullakës, sepse do të evidentohet akoma dhe më shumë rumbullakësia e fytyrës. Dy tipare të tjera shumë të rëndësishme për përzgjedhjen e syzes janë ngjyra e lëkurës dhe flokët. Është shumë e rëndësishme që syzja të shkojë ngjyrës lëkurës dhe flokët. Për shembull, një vajzë e brunë si ty, do ishte mirë që një syze e zezë mos të përzgjidhej, sepse do rësohesh akoma dhe më tepër. Do ishte mirë për shembull një syze me nuanca ngjyre të lehta, pra me nuanca pastel, e cila shkon bukur edhe me ngjyrën e lëkurës edhe me flokët. Është shumë e rëndësishme. Si diferencohen burrat edhe gratë në përzgjedhjet që bëjnë, në preferencat që ata kanë? Me thënë të drejtën, janë shumë të ndryshe. Gratë kanë qejf që syzet e tyre të kenë detaje të këndshme, të jenë syze ekstravagante, të bien në sy. Kurse burrat nga natyra janë pak më thjeshtë, duan syze përgjithsisht që të jenë sa më të lehta, të jenë komode në fytyrë dhe mundësisht mos peshojnë. Dhe janë shumë të lehtë në përzgjedhje, kanë tendenca që të provojmë pak syze, 2 ose 3 palë dhe mjaftohen me aq, kurse gratë i kushton më shumë rëndësi, meqense edhe syzja, me thënë të drejtën, është një aksesor shumë i rëndësishëm sepse mbahet gjatë gjithë kohën në fytyrë dhe evidentohesh me të. Ndryshon komplet stilin. Ndryshon komplet stilin dhe lukun. Ne rekomandojmë pacientët që edhe me syze optike, mos të kenë vetëm një syze optike. Le të kenë edhe më shumë në mënyrë që të ndihen mirë edhe me syzen dhe ta mbajnë në sezonet të ndryshme të vitit. Dhe sa i përket mirëmbajtjes dhe pastrimit të syzeve, cila është mënyra më efektive dhe më e duhur për pastrimin e lenteve të syzeve? Kjo është një nga pyetjet në fakt që na bëhet më shpesh nga të gjithë klientët tanë, mënyra e duhur për pastrimin e syzeve. Mënyra e duhur për pastrimin e syzeve është piceta që ne japim, të cilat janë me përmbajtje mikrofibre. Nëse klientët nuk kanë në shtëpitë e tyre, mund të përdorin fare mirë një copë pambuku dhe mjafton që atë copë ata ta lagin me ujë. Ne jemi kundra çdo solucioni të cilët shitet në dyqane të ndryshme për pastrimin e syzeve, sepse ato kanë përmbajtje alkooli dhe në përdorimin afatgjat e gërvishin lentet. Pastruesi më i mirë që ekziston është pastruesi natyral, pikërisht uji.